Në vazhdën e skandaleve të njëpasnjëshme, të fushatës së saj të pasur vetëm mungesë idesh dhe alternativash, kandidatja e Partisë Demokratike Voltana Ademi ka bërë mashtrimin e radhës duke publikuar programin për drejtimin e bashkisë në 4 vitet e ardhshme. Në të vërtetë, bëhet fjalë për një kopje të shëmtuar të një bashkimi projektesh, të kaluara në afat e të mbledhura andej këtej, me qëllimin e vetëm të daljes përpara qytetarëve të Shkodrës me gjoja program elektoral. Ky veprim jo vetëm tregon mungesën e theksuar të seriozitetit të kandidates demokrate, por gjithashtu dëshmon edhe mungesën totale të një projekti serioz për Shkodrën e së ardhmes. Më konkretisht, bëhet fjalë për projekte të strategjisë së zhvillimit, siç është plani EPTISA për zhvillimin rajonal Shkodër-Lezhë, i vetmi që është cituar, por pas saksuar as pak se me cilën pjesë kemi të bëjmë. Më pas, asnjë citim. Po nga plani EPTISA, ideja e zhvillimit policentrik, përveç se është plagjatur dhe përpjekje e dështuar për të përshtatur me programin e kandidates Ademi. Nga njëjti studim është kopjuar pa i ndryshuar asnjë presje programi për zhvillimin e zonave rurale. Kopjimi është edhe më skandaloz, i është bërë studimit Hydea për zhvillimin territorial të Bashkisë Shkodër, në të cilën zonja Ademi duket qartë se as nuk e ka lexuar, pasi dominojnë gabimet ortografike, të cilat janë prezente edhe në programin e shpërndar nga ajo. Në këtë rast, kandidatja djathtë duhej minimalisht të tregojë kujdesme që të mos kopjonte keq. Në programin për menaxhimin e zonave të mbrojtura shkohet shumë e larg, edhe në kilometra, teksa përvetësohet fjalë për fjalë projekti menaxhimit të parkut kombëtar Tomor Berat. Në planin rajonal të Seleas është përvetësuar pika 3 e menaxhimit të mbetjeve urbane. Kjo pikë në fakt është marrë duke shkurtuar disa pjesë ose për mungesë kohe të zonjës Ademi, ose thjesht se ashtu i është dukur më interesant. Janë këto vetëm disa nga pikat e programit për drejtimin e bashkisë nga kandidatja demokrate, të kopjuara pjesë-pjesë, të tjetërsuara dhe të cunguara nga originalet me idenë fikse mashtrimin e qytetarëve. Nuk mund të lëm këtu pa përmendur faktin se gjithë forma dhe filozofia e programit me të gjithë etapat dhe konceptimin e tij është i vjedhur nga programi për Shkodrën i zonjës Keti Bashdari. Kjo është tërësisht e verifikueshme që në momentin e vënies përballë të dy programeve. Sidoqoftë, zonja Ademi nuk ka pse shqetësohet shumë për këtë pjesë, pasi ne nuk rezervojmë të drejtën e autorit. Ajo është platforma e Shkodrës dhe e gjithë qytetarëve të saj. Programi kandidates demokrate ka një pafundësi detajesh të përvetësuar nga projekte të ndryshme të zhvillimit që e kthejnë atë në një përzierje frazash që në të vërtetë nuk të çojnë shumë larg. Dhe në fund, do t'i kërkoni me shumë mirësi të respektojnë në programin e saj të paktën të drejtën e autorit, duke cituar një për një personat e vërtetë që kanë hartuar secilin prej projekteve, të cilët natyrshëm nuk janë pjesë e stafit të saj.